Përshëndetje, sot do të prezantojmë për ju lëndën ekonomia e tatimeve, e cila tashmë ndodhet në platformën Sovet. Kjo lëndë së bashku me të gjitha lëndët e tjera të drejtimit ekonomik biznes janë të hartuar dhe të digitalizuar tashmë në platformë, paralelisht është ecur gjithashtu dhe në digitalizimin e lëndëve hoteli turizëm ose dhe moduleve të drejtimit. Ne tashmë kemi bërë një maraton prezantimesh për të gjitha lëndët që ndodhen në platformën Sovet në këto dy drejtime dhe në këtë sesion do të prezantojmë lëndën ekonomia e tatimeve 13. Objektivat e këtyre prezantimeve ka qenë jo vetëm informimi mbi dishmërinë e materialeve mësimore në platformën Sovet, por gjithashtu përgjegjësimi mbi avantazhet dhe lehtësirat që krijojnë këto materiale tashmë të ardhura në formë digitale në kuadër të aplikimit të mësimit të kombinuar. Rrugtimi ka qenë i gjatë, ky proces ka nisur për më shumë se 12 muaj, ka filluar me ndarjen e mësuesve në grupe për hartimin e një lëndë specifike, më pas procesi është ndjekur hap pas hapi nga një ekspert pedagogjik, i cili gjithkohës shihte nëse materiali ishte ardhur në formë interaktive për nxënësit, gjithkohës mësuesit kanë reflektuar mbi sugjerimet e ardhura nga eksperti pedagogjik dhe me validimin e këtij materiali nga të dyja palët, materiali është dhënë grupit të digitalizimit. Tashmë të gjitha këto lëndë janë të aktivizuara në platformën Sovet, gjithsesi ne dhe inkurajojmë mësuesit që të përdorin ato, por gjithashtu themi atyre që ky proces nuk dëshirojmë që të mbyllet në kaq, ne duam që ato materialin dhe gjithkohës ta përmirësojnë dhe të përgjithsojnë, si ta shohin ato më mirë, në bazë të lëndës që ato japin. Doja të ndalesha shumë pak mbi mënyrën se si janë hartuar këto materiale nga mësuesit tanë ose nga ekspertët e jashtëm në disa raste. Është përdorur struktura Majka, e cila është e përbërë nga 5 rubrika. Kemi rubrikën e misardhjes, aktivizimit të njohurive ekzistuese, më pas nxënësi informohet me informacionin e ri dhe gjithashtu informacionet e ri së bashku me saj ecën dhe përkurimi dhe transferimi të këtij informacioni të ri, dhe në fund fare kemi rubrikën e analizës, e cila ndihmon mësuesin të kuptuar nëse objektivat mësimore janë përmbushur dhe nëse qasja që ato kanë përdorur ka qenë e suksesshme. Për na folur më shumë mbi lëndën ekonomisë të tatimeve, ftoj Rafin të na prezantojë atë. Faleminderit Fiori për prezantimin e detajuar të skemës Majka në zhvillimin e materialeve mësimore. Tashmë për ta ilustruar atë më konkretisht në materiale në kurs, unë po ndaj ekranin për të shkuar te kursi ekonomia e tatimeve. Dhe për të parë edhe mënyrën se si këto materiale janë digitalizuar në platformën Sovet. Siç mund ta shihni, kursi ekonomia e tatimeve ka 13 tema, të cilat janë zhvilluar bazuar në skelet kurrikulum përkatëse, dhe çdo temë ka çështjet e saj, të cilat janë të organizuara në një format interaktiv për të ardhur tek nxënësit. Unë po e nis duke filluar nga çështja e parë, pra që nga tema e parë. Formati që ne kemi ndjekur në digitalizimin e këtyre materialeve ka qenë ai interactive book, ose e thënë ndryshe një libër interaktiv që lejon mësuesit i cili ka zhvilluar dhe ka digitalizuar lëndën të mund ta sjelli jo vetëm në format tekst, por të sjelli dhe figura, imazhe, video dhe ta shoqërojë me ilustrime të ndryshme në varësi të rastit. Çdo çështje është shoqëruar me objektivat e saj dhe më pas edhe shpeshherë me diskutime, duke ndjekur skemën Majka që Fiori shpjegoi, ku duhet të ketë aktivizimi i njohurive ekzistuese me një pyetje ngacmuese për nxënësit dhe më pas vazhdohet me pjesën e informimit apo trupit të materialit, ku mësuesi shpjegon çfarë tema që ai do të editës, se si është realizuar. Në këtë rast, materiali është ndarë në copsa në mënyrë që dhe nxënësi ta ketë më të lehtë për përfitjen e informacionit dhe e ndarë në paragraf.
Kështu edhe konceptet të caktuara memorizohen shumë më mirë. Kjo është një ndër formatet që kemi përdorur në digitalizimin e këtyre materialeve. Për të kaluar më pas tek analiza, ashtu siç Flori shpjegoi, analiza mund të jetë një detyrë, një quiz, në varësi të asaj që mësuesi zgjedh, ose shpeshherë edhe të dyja. Në rastin e detyrës, mësuesi mund të japi pyetje të ndryshme, në këtë rast që nxënësi mund të kthejë përgjigje nëpërmjet platformës, ose të mund të japi dhe përfundari të ndryshme praktike që nxënësi mund t'i punojë në një format Word, Excel apo PowerPoint në varësi të kërkesës që ka nga mësuesi përkatës. Detyrat më pas shkarkohen dhe korrigjohen nga mësuesi dhe ai jep një vlerësim që nxënësi e ka në fletën e tij të vlerësimeve. Pra, nxënësi në gjatë gjithë kohës në ndjeni për progresin e tij dhe për vlerësimet që ai merr në kurs. Më pas vazhdojmë me quizin, i cili është një tjetër mënyrë për të nxitur aktivizimin tek nxënësit. Quizi mund të jetë i formave të ndryshme. Në këtë rast kemi një pyetje e vërtet apo e gabuar, ku nxënësi mund të shikojë nëse ka gjetur saktë ose jo, pra shikon pas plotësimit të çdo pyetje, shikon nëse pyetja e tij është edhe e saktë. Dhe kjo mënyrë ndihmon ata që në momentin që kanë një pyetje gabim, ata të mund të gjejnë të shohin edhe përgjigjen e saktë. Nëse ne shkojmë në përfundim të quizit, do të shohim që duke plotësuar shpejt e shpejt për të ilustruar edhe mënyrën se si merren rezultatet. Pra, të gjitha këto rezultate në fund të çdo quizi do të regjistrohen në fletën e vlerësimit për çdo nxënës. Pra, në çështjen e parë ne pam që është zbatuar skema MAIPA me të gjitha pikat e saj, duke filluar që nga objektivat, aktivizimi i njohurive me anë të një pyetje, po ashtu edhe duke edhe materialin mësimor, pra trupin e materialit mësimor, detyra dhe kuice. Jemi përpjekur që skemën MAIPA, ashtu siç është zbatuar gjatë zhvillimit të materialit, të mund të zbatohet edhe në digitalizim, dhe duke ruajtur uniformitetin dhe një tretshmëri për gjatë kursit që dhe nxënësit të mësohet me librat interaktiv, në këtë rast që ne kemi zgjedhur. Ky është një modalitet i cili është dialog cards, që mësuesi ka zgjedhur, konceptet të caktuara ilustrohen me një foto dhe nxënësi ka më të lehtë memorizimin e tyre. Për të kaluar nga një çështje në një çështje, përdorim gjithmonë shigjetat në fund të faqes, të cilat na orientojnë për të naviguar në çështje të ndryshme. Ajo që do të vini re gjithashtu është që ne jo vetëm kemi ndjekur skemën MAIPA, por jemi përpjekur që dhe trupin e informacionit, pra materialin e temën që mësuesi ka, pra çështje në këtë rast, të mund ta ndajmë në disa copsa në mënyrë që nxënësi të ketë më të lehtë, siç e thash edhe një herë, përfitjen e informacionit, të mund t'i vi dal ngadalë dhe në rastin kur e përdor nga telefoni, pra nga një smartphone, të jetë dhe i përshtatshëm për madhësinë e ekranit të telefonit. Ky është një tjetër modalitet i quajtur timeline, ku ne kemi ndarë informacionet janë të ndara sipas një periudhe të caktuar historike, siç ju e shihni. Duke qenë se çështja ishte goxha e bollshme, në këtë rast është ndarë në disa modalitete të ndryshme, që siç e shihni janë goxha të shkurtra. Ky është një tjetër modalitet i quajtur hotspot, ku nxënësi duhet të klikojë mbi një ikonë të caktuar për të marrë informacionin. Pra jemi përpjekur që të kemi një larmishmëri dhe në procesin e digitalizimit, që dhe nxënësit të mund të tërhiqet vëmendja. Për të kaluar nga një temë në një temë tjetër, mjafton që të klikojmë tek menuja në të majt, lehtësisht, dhe mund të shohim dhe çështjet të cilat janë pjesë e kësaj teme. Pra, siç e thash, është ruajtur një tretshmëria brenda kursit, kështu që nëse do të shihni rëndom brenda kursit funksionalitete të caktuara, patjetër të shoqëruara çdo çështje me detyrë dhe quiz, ashtu siç po i kaloj në një mënyrë të shpejtë. Por ka dhe mënyra të tjera për të rritur ndërveprimin në kurs me nxënësit. Një ndër këto mënyra është patjetër dhe forumi, ku mësuesit mund të vendosin një forum dhe të mund të diskutojnë për çështje të caktuara me nxënësit e tyre. Po ashtu edhe mësuesi mund të vendosi të diskutojnë nëpërmjet chatit apo nëpërmjet detyrave të përbashkëta.
Në momentin që mësuesi është një mësues digitalizues, do t'ju dali dhe pamja që ishte pak më parë, ku ju mund shtoni aktivitetet dhe veprimtari të tjera. Kjo sepse mësuesit nuk mund të mjaftohen vetëm me materialin që ne kemi dhënë, por mund të pasurojnë atë më tej, duke shtuar materiale të reja, të cilat mund të jenë të kufizuara për grupin e nxënësve të tyre, ose mund të ndahen edhe me nxënësit e tjerë. Një lëndë mund të përdoret nga disa mësues dhe secili prej tyre mund të ketë regjistruar klasën e tij. Unë po ju ilustroj shkurtimisht se si është krijuar një klasë në brenda këtij kursi. Në këtë rast kemi një klasë e cila mund të jenë klasa të një shkolle dhe secili mësues do që grupi të jetë i ndarë dhe të japi detyra dhe ushtrime të veçanta për secilin prej tyre. Po ashtu shumë e rëndësishme që mësuesi duke i ndarë nxënësit në klasa të mund të monitorojë më lehtësisht vlerësimin e tyre, pra ecurinë e tyre tek fleta e vlerësimeve, por mund të monitorojë lehtësisht gjithashtu edhe mënyrën sesionet kur ata kanë hyrë në kurs dhe sa e kanë përdorur ata platformën. Pra, mund të dalin dhe raporte të hollësishme mbi mënyrën dhe mbi kohën që nxënësit kanë shpenzuar brenda kursit. Pra, platforma të mundëson që të zhvillosh mësimin një lloj sikur të ishe fizikisht në klasë, pra të mund ta menaxhosh një lloj sikur të ishe fizikisht në klasë, duke dhënë detyra, duke dhënë vlerësime, duke zhvilluar quize, po ashtu edhe duke zhvilluar mësimin online nëpërmjet platformës, nëpërmjet modalitetit Big Blue Button, që mësuesit nëse e shohin të arsyeshme mund ta përdorin për të pasur sesione ku shihen live me njëri tjetrin. Pra, platforma ka një sër funksionalitetesh, një larmishmëri funksionalitetesh që ndihmojnë secilin mësues për ta menaxhuar më mirë klasën e tij dhe për ta zhvilluar më mirë orën mësimore. Për pjesën e përmbajtjes, patjetër që lënda është realizuar nga një grup mësuesish dhe ashtu siç Fiori e shpjegoi dhe në fillim të këtij takimi, është bërë një validim i materialit, pra për sa i përket përbrendis informacionit të dhënë, është bërë një validim midis kolegëve në mënyrë që materiali të jetë i unifikuar, duke qenë se nxënësit në rastin kur kanë provimet e maturës në këtë rast kjo është një lëndë e klasës 13, të mund të kenë një material të unifikuar, pra të jetë një material që i ndihmon të gjithë nxënësit e sistemit. Për të naviguar, siç e thash, është shumë e thjeshtë brenda kursit, pasi ju ndihmon menuja në të majtë e cila është shumë vetë shpjeguese, ku ju mund të shikoni pjesëmarrësit, nëse jeni mësues, mund të shikoni vlerësimet, po ashtu dhe nëse jeni nxënës mund të shikoni vlerësimin individual, pra vlerësimet që ju keni marrë për gjatë veprimtarive që keni kryer në kurs. Për navigimin mund të kaloni nga një temë në një temë tjetër. Mësues të tjerë të cilët kanë dëshirë të shtojnë përveç temave të tjera, kanë dëshirë të shtojnë materiale ekstra, patjetër që mund ta bëjnë këtë, siç mund ta shihni në rastin e temave në fund, të cilat janë materiale ekstra për këtë kurs dhe që mund të jenë përdorshme nga të gjithë mësuesit, dhe secili prej tyre që ka dëshirë të shtojë më tepër materiale dhe veprimtari, qoftë për klasën e vet, qoftë për të gjithë pjesëmarrësit në kurs, mund ta bëjë atë lehtësisht duke aktivizuar redaktimin dhe duke shtuar veprimtari të tjera, ashtu siç ju pat pak më parë mënyrën se si shfaqej faqja. Unë i falenderoj shumë që na ndoqët në këtë sesion prezantimi për lëndën ekonomia e tatimeve 13. Për çdo pyetje që mësuesit mund të kenë, ata patjetër mund të na shkruajnë në adresën tonë të suportit ose të na kontaktojnë për të marrë një përgjigje dhe për të marrë një asistencë më të dedikuar. Unë falenderoj shumë Fiorin për prezantimin e hollësishëm të skemës MAIPA dhe zhvillimit dhe procesin që ne kemi ndjekur në zhvillimin e materialeve, dhe bashkë do të shihemi në sesionet e radhës. Faleminderit.